Në gjykatore rikthehet shpërfillës. Kësaj radhe, Hashim Thaçi vjen me Bashkim Smakajn, Isni Kilajn, Fadil Fazliun dhe Hajredin Kuqin për fjalën hyrëse të prokurorisë e cila këta të pestë i akuzon për tentim pengimi të drejtësisë. Kimberly West e merr vet fjalën gjatë së cilës, për ironi, thot se Thaçin e të tjerët i ndoqën penalisht sepse populli i Kosovës do që të shohë drejtësi në gjykatën e vet. Por atë që nisi të premten e lidh me një proces tjetër, gjykimin më të madh të speciales. Ky proces është thjesht për të përcaktuar nëse udhëzimet e Thaçit për të ndikuar në dëshmitar dhe nxjerrja e informacioneve konfidenciale të çështjes 06 janë vepra penale në vetvete. Për t'ia dëshmuar këtë gjykatës, prokuroria bombardoi dosjen me mbi 35 orë audio ingjizime nga të cilat, si pjesë kryesore që nxorri nuk qenë as 10 minuta. Është gjithë në shkupi po? Ko gjithë në dimtar është. Po të kam të rejtë. Është kine përsi, tha jo, ata në pasin e përsi, tha ta do, thoni kry, tha, se problem. Thash, Pjesët që nuk dëgjohen i shpjegon vetë Joshua Hafez. Udhëzime se çfarë duhet të thoshte në gjykat një dëshmitar dhe si duhet ta thoshte deri në atë se si duhet të vishej. Bisedat në qendrën e paraburgimit mes Hashim Thaçit dhe vizitorëve të tij përfshirë të bashkakuzuarit nuk u pasuan me dëshmi tjera se rezultuan me veprime. Mbrojtja u kujdes ta ngrej këtë çështje në fjalët hyrëse të Bashkim Smakajt dhe Isni Kilajt, të cilët shenë të vetmit që prezantuan deklarime fillestare. Ju do të dëgjoni dëshmi gjatë këtij gjykimi se Bislem Zyrapi ka folur me ZPS-n dhe është betuar se do ta thotë të vërtetën. Siç u thash, zotri Smakaj ishte shok me zotrin Zyrapi. Ata janë takuar rregullisht, por nuk kanë diskutuar dëshmi. Zotri Smakaj as nuk i ka ofruar apo treguar ndonjëherë ndonjë dokument. Prokuroria nuk ka ftuar e as ka pranuar pas kërkesës së mbrojtjes që dëshmitarët që i pandej si të ndikuar, Bislem Zyrapin e Rustem Mustafën t'i ftoi të dëshmojnë edhe në këtë proces. As ata që rrëfyen me masa mbrojtëse si dëshmitari 4. Zoti Kilaj nuk pranon asgjë sa i takon udhëzimeve të pretenduara. Nuk ka asnjë provë se zoti Kilaj i ka takuar këta dëshmitar me pas, edhe me pak prova se mund t'i ketë udhëzuar çfarë të thonë apo çfarë të mos thonë. Me që dëgjimi dëshmitarëve të prokurorisë synohet të marrë fund më 6 mars, dëshmitari parë nga 3 sa janë thirrur ju përgjigj pyetjeve të ZPS-s qysh të premten, ndërkaq kundër pyetjet e mbrojtjes vazhdojnë më 2 mars.